Reforma administrative territoriale e vitit 2014 krijoi bashkitë e Dropullit dhe të Finikit, përkatësisht në qarket e Gjirokastës dhe të Vlorës. Këto njësi vendore banojnë kryesisht nga anëtarë të minoritetit etnik grek, kufizojnë me njëra tjetrën dhe shtrihen në një territor mbi 911 km2. Dropulli me 467 km2 dhe Finiki me 444 km2. Të dyja bashkitë së bashku shënojnë një popullsi të regjistruar prej 62.000 banorësh, respektivisht Dropulli me 23.000 banorë dhe Finiki me 39.000 banorë. Jetojnë në 99 fshatra dhe janë të organizuara në 8 njësi administrative. Me krijimin e Komisionit Parlamentar për Reformën Territoriale, banorët e këtyre njësive vendore janë në akt për përvajtjen e organizimit administrativ, duke pasur parasysh shtrijen gjeografike dhe reliefin e thyer malor në 50% të numrit të fshatrave. Janë pjesëmarrës në mbledhjet që janë bërë, jo vetëm për të plotësuar numrin, por mbi të gjitha të ndjek me kujdes se çfarë do të thuhet, çfarë do të hidhet në tavolinë për këtë reformë. Dhe që në mbledhjen e parë të këtij komisionit unë kërkova të respektojnë konventat europiane mbi të drejtat e njeriut dhe mbi të drejtat e minoriteteve, që presupozon që neve dy bashkitë e minoritetit grek, që është Bashkia e Finikit dhe Bashkia e Dropullit, të ruajnë vlerat e tyre kulturore, fetare, etnike dhe gjitha këto të bëjnë që të jenë konform konventave europiane. Dhe mendoj që dhe kam besimin që këto vlera do të ruhen, por akoma nuk kemi një projekt ligj mbi tavolinë, do të vi së shpejti, mendohet që deri në fund korrikut ky ligj do të kalojë në parlament, pra do ta kemi më përpara dhe do të bëhet diskutimi dhe me grupet e interesit, në të cilat unë do të jem një nga ata që do ta marr këtë dhe ta përçoj në grupet e interesit në zonat tona, me qëllim që ne të mos të ruajmë vlerat tona dhe pse jo dhe të përfitojmë ose të na shtojmë vlera të tjera me këtë projekt ligj, i cili po ju a them do të kalojë deri në fund të korrikut, me qëllim që zgjedhjet e ardhshme lokale bashkiake në 2027, që do të bëhen në muajin prill ose maj, të bëhen mbi këtë dhe do të shkush që do të bëhen mbi këtë ligj që do të aprovohet nga parlamenti. Minoriteti etnik grek ka dhe një përfaqësues të dytë në Komisionin Parlamentar për Reformën Territoriale, deputetin Vangjel Dule, kryetari i Partisë Bashkimit për Drejtat e Njeriut. Unë kam qenë me Vangelin miq dhe kemi diskutuar dhe si grupe interesi përpara se të mirëshme me politikë. Dhe jo tashmë është kjo është edhe e diktueshme, si me thënë, që për të ditur më mirë se kur të jetë reforma territoriale, të hyjmë në brendësi të kësaj reforme, si me thënë, të shohim edhe imtësirat e kësaj strukture të re që do të ngrihet për gjitha bashkitë. Por ajo, meqense ne jemi të dy përfaqësues të minoritetit, ne mundohemi të jemi shumë afër dhe shumë pranë njëri tjetrit, sepse reforma territoriale nuk ka ngjyra politike dhe për fat neve kjo na bashkon të dy që të mundohemi të nxjerrim atë që është produkti më i mirë. Ne të dy do të zbresim dhe do të bëjmë grupet e interesit dhe do të informojmë që nga kryetarët e bashkive apo dhe grupet e tjera me qëllim që ne të nxjerrim në këtë reformë atë që është produkti më i mirë i mundshëm për bashkitë tona. Buxheti vjetor për 2026 në dyja bashkitë arrin 9 milionë euro dhe numri të punësuarve është 395.